A jemi ne gati si vend për të bërë një tranzicion tani të shpejt dhe të plot drejt makinave elektrike? Vetëm për 2024 janë 3127 makina të reja all electric të hyra në vend. Ju jeni të parët që keni sjell makinat elektrike në Shqipëri? Ne jemi kompania e parë 100% elektrike. Ne tani jemi 100 taksi elektrike në Tiranë dhe ofrojmë edhe shërbimin ton taksi me Tesla. Jemi kompania e parë që kemi futur këtë brand në Shqipëri. Ti cila businesswoman je, në cilën kategori hyn dhe pse me biznes makinash? I shkruajta vetes diku në një letër, fati ndihmon guximtarin dhe mendjen e përgatitur. A ka shteti politika lehtësuese për ju si biznes bërës në këtë industri, me që juve në një kuptim ndihmoni ekologjinë, ju ndihmoni natyrën? Ke 0 TVSH dhe 0 taksa regjistrimi. Cili është modeli bestseller për juve? Bici Gall është shumë i famshëm në fakt. Ne e kemi bërë të famshëm që në ditën që e sollëm, sepse ka dhe një çmim të përshtatshëm, që është 14900 euro. Na kushton karikimi i baterisë? Ti me 300 lekë që duket qesharake, ke karikuar makinën tënde dhe do bësh 405 km. Cila është oferta juaj e parezistueshme që quhet irresistible offer, që klientit vitet ju zgjidhni ju në një treg me shumë operator? Çmimi që ne ofrojmë, pra e them pa diskutim, në ECA, në Electric Cars Albania, është më i ulti, më i miri, më ekonomiku. Është fantastike që ju ka funksionuar 360 gradë raporti dhe për këtë dua t'japësh nga përvoja jote një aksion, kështu jete. Suksesi nuk është çelësi i lumturisë. Lumturia është çelësi i suksesit. Do më thuash, nëse do kisha mundësi të vendosë një ligj universal në botë, hipotetikisht, cili do të ishte ai ligj? Do të vija një ligj për empatinë. Shumë nga luftrat që ndodhin, shumë nga mosmarrveshjet, konfliktet, debatet, ndodhin se ne nuk jemi empatik. Ne si popull kryesisht nuk kemi empati. Në ndryshim nga programe televizive, unë i prezantoj ndryshe personazhet e mi. Dhe them për shembull atë që sapo the ti para se kamerat të ndizeshin. Halketa këtu akustika që nga perfekte duket tamam si kur jeni një makinë elektrike. Me vërtet ashtu është. Sepse ti je një nga njerëzit që ke qenë pionere në industrinë e makinave elektrike në Shqipëri dhe së bashku me bashkëshortin tënd keni shenjuar gol në këtë industri. Po unë do flas më vonë për shifrat dhe do flas njëherë për zanafillën, për rrugtimin, si nisën ato hapat e parë drejt këtij suksesi, edhe kush është Ina Goci që njerëzit nuk e njohin. Si do ta prezantoje ti veten, Ina? Shumë njerëz më njohin si Ina e merrtaksit, po shumë të tjerë tani së fundmi më njohin si Ina e makinave elektrike. Ti punon në një industri që komandohet në fakt nga burrat, edhe kur thua merr taksi, të shkon mendja që shoferët janë burra, apo ka dhe shofere vajza gra këtu? Për momentin jemi vetëm me burra. Se në botë ka dhe shofere gra. Unë kënaqem sa herë shoh një taksiste grua. Ne mirëpresim shumë, për momentin jemi vetëm me burra, me meshkuj. Por nuk është aq e çuditshme. Është më mirë që të jetë një femër në krye të gjithë këtyre burrave. Vetëm një femër mund t'i orientoj. Ti bën komandë, po këtë komandë ta ka besuar bashkëshorti yt. Po. Po pse ta ka besuar? Dhe çfarë mendon ai që ti bën më mirë që ai nuk e bën dot, për shembull, nga optika e tij? Alketa, për këtë do duhet ta pyesnim edhe atë fajp diçka pa tek unë që ma besoj. Në fakt ka shumë vite. Merrtaksi është hapur në 2011, po unë nga 2016 mora komandën e kompanisë. Isha në background më përpara në një profesion tjetër, po vendosëm që më e mira është punojmë për bizneset tona, për atë që ne kemi ndërtuar, dhe një femër në krye të shumë shoferëve, të qindra shoferëve, bën atë që një mashkull me forcë dhe me fjalë nuk mund ta bëj dot. Femra është më e brisht, më e butë, por është vendos rregulla dhe rregullat duhen mbajtur. E kupton, dhe është më e thjeshtë për një femër që të krijojë rregulla dhe t'i mbajë ato. Po fitimet i ndani kështu bashk, njësoj me thik në mes, gjysmë për gjysmë apo? Për këtë nuk pyesim, të them të vërtetën. Fitimet janë të kompanisë, fitimet janë të dyve, nuk është se kemi menduar, as se kemi diskutuar në njëherë që të kujt janë. Domethënë fitimet janë i përkojnë prap kompanisë, asaj që ne kemi krijuar. Truri në fakt i vërtet i themelimit të Merrtaksit dhe më pas Electric Cars Albania ka qenë bashkëshorti apo ti, apo të dy përsëri? Historia ka nisur në 2011 në fakt, kur kishte një mungesë të theksuar në treg të kompanive apo të taksive serioze, për të thënë. Ishin vetëm to taksit në përcepa që shikonim, edhe ishin 5000 lekë për një rrugë të shkurtër e gjitha me radhë. Dhe gjeni ishte vërtet truri i krijimit dhe i themelimit Merrtaksit. Ndërtoi një kompani nga e para me 23 taksi e nisëm, ku ju desh vetë bënte operatorin, ju desh të mësonte njerëzit se si të përgjigjesh në 0800 55 55. Ky ishte numri dhe është numri jonë që prej vitesh.
vitesh, që nuk ndalon kurrë. Kështu që ditë e net pa gjumë për t'u përgjigjur njerëzve, për të krijuar dhe themeluar dhe kulturën e marrjes një shërbimi taksi të mirëfillt. Më pas puna vijoi dhe ne tani jemi 100 taksi elektrike në Tiranë dhe jam shumë e lumtur që jemi 100% elektrike, kontribuojmë jo vetëm për mjedisin, po kemi edhe çmime goxha të lira dhe të përshtatshme për të gjithë, pavarësisht se ato vendosen nga Bashkia e Tiranë. Pra, themeli është bashkia që vendos çmimet. Tani jam shumë e lumtur që ofrojmë edhe shërbimin ton taksi me Tesla, jemi kompania e parë që kemi futur këtë brand në Shqipëri dhe për ta thënë është që është i njëjti çmim me të gjithë taksitë e tjera, se kjo është pyetja që na bëhet më shpesh, janë më të shtrenjta, mund të hypim edhe në Tesla me të njëjtat çmime, po. Janë të njëjtat çmime me të gjithë automjetet tona dhe me të gjithë ofertat që ne ofrojmë aeroporti dhe Tirana. Të kujtohet kur jemi takuar bashkë përpara Covidit, do bënim një fushat digjitale marketingu së bashku, Covidi na ndërpreu, pastaj rrugët e na mbylli në shtëpi gjithë, po më kujtohet pasioni yt se si e përshkruaje ti kompaninë tënde dhe shoferët që punonin, se si ju i trajnonit, sa të devotshëm dhe besnik ishin ata. Edhe më thënë një detaj që më ka mbetur në mendje, që neve merremi edhe me hekurosin e këmishës të jetë perfekte dhe të jenë të parfumosur, të jenë të këndshëm për pasagerët. Të pastër, me makinën e larë, me të gjitha. Është e vërtetë, Alketa, në fakt nuk ka asnjë shofer që kalon filtrat të dalurit në rrugë pa e takuar ne. Të paktën unë që administroj kompaninë, duaj që shoferët që na përfaqësojnë të jenë fytyra jonë në rrugë. Ti mund të marrësh Tesla, mund të marrësh makinat më të mira që ekzistojnë, por nëse ty të përfaqëson dikush që nuk ka edukat, nuk ka një sjellje, nuk ka një paraqitje të këndshme për udhëtimin tënd, atë nuk e bën asgjë. Dhe sidomos higjiena personale. Vajzat e stafit tim kur lëvizin për udhëtime biznesi në aeroport, po dhe kur kanë udhëtimet e tyre personale, po s'kan një makinë, më merr taksi, më thonë zgjidhim shumë thjesht me sa është tarifa? 990 lekë. Me 9.900 lekë të vjetra ti mund të thosh nga Tirana në aeroport, por edhe kundërta, mund të vish nga aeroporti në Tiranë, edhe nuk ja vlen ai parkimi që paguhet për kaq sa të pret shoferi jon me të gjitha atje. A keni ju një kod etik me të cilin duhet të trajnohen të gjithë shoferët tuaj në raport me pasagerin? Atë çfarë siguri e kanë pasagerët kur thonë me merr taksi edhe në orë të vonta, edhe mbas mesnate? Po, atëherë ne u bën vite, tashmë 14 vite që kodin etik e kemi themelor në kompani dhe të gjithë duhet i përmbahen atësaj që kanë lexuar dhe firmosur që në fillim të marrëdhënies punës. Pasagjeri është shumë i sigurt me merr taksi, jo vetëm për atë që ju ofron makina, pra sigurinë e makinave më të fundit që ne kemi, por edhe për shoferin i cili e di shumë mirë pozicionin e tij, ka dhe një porosi personale që nuk komunikohet me pasagerin deri në momentin që pasagjeri kërkon të komunikoj, pra shoferët janë pothuajse të heshtur, e kupton? Kështu që edhe pjesa morale dhe pjesa etike tek ne është shumë e zgjidhshme, pasi ne kemi edhe një numër për ankesat të cilët kushdo klient që dëshiron të ngrej një ankesë e ka disponueshme 24 orë dhe mund të raportojë në çfarë do lloj momenti. E pas keni bërë si Uber, i cili thotë nëse ti ke një request, një kërkesë speciale që nuk do që shoferi të flas, ai duhet të jetë silent edhe e merr menjëherë automatikisht në sistem kur ti bën rezervimin e makinës. Atëherë ne kemi dhe apin Merr Taksi, i cili ti e shikon gjatë gjithë kohës se ku është taksia jote, për sa minuta vjen, dhe në momentin që vjen njoftohesh, taksia juaj ka mbërritur dhe mbasi ti e kryen atë udhtim që ti do kryesh, më pas të vjen një kërkesë për review, të cilën ti mund na lësh komentet e tua, që ne edhe mund të përmirësohemi normalisht nga këto review. Shumë njerëz gjenden rastësisht në biznes, ose sepse dikush i ka nxitur, ose sepse ka pasur një model në familje, trashëgojnë traditën e familjes. Ka të tjerë pastaj që janë vizionarë, të cilët që kur futen në një shkollë biznesi e din pse po shkojnë aty për të studiuar, se diku duan të mbrin. Ti cila businesswoman je, në cilën kategori hyn dhe pse me biznes? Dhe pikërisht me këtë biznes makinash në të dy rastet, sepse dhe Merr Taksi është biznes makinash, edhe ECA Albania, Electric Cars Albania është biznes makinash. Po, është shumë e vërtetë. Zanafilla ime në fakt e biznesit lidhet që në fëmijëri, pasi të dy prindrit biznesmen, mbaj mend veten në gjimnaz merja valixhe me fustane, me motrën dhe i shisnim. Dhe mami me babi na thoshin gjithkohon, ç'a nevojë keni ju moj goca të shisni fustane, ç'a po ju lëm pa plotësuar në fakt. Nuk ishte kështu, ishte se ne të dyja kishim atë shpirtin e biznesit, ajo e vazhdoi me online-in dhe e suksesshme aty sot, ndërsa unë me makinat. Me makinat jo rastisht, sepse ishte bashorti im ai që më futi në këtë rrugë, po unë e kam pasion, nuk është thjesht një detyrë ime apo një punë ime që unë të merrem me këto biznese me makina. Dhe po të më thuash dhe më the në fakt në takimin tonë të parë, që Ina ç'a do bëje
për pasion, çado bëj diçka ndryshe dhe thash Alketa unë dua këtë që bëj. Kjo është puna që unë dashuroj të bëj, të merrem me makinat që janë porosia kryesore elektrike sot, po edhe me biznesin e taksive që ka vite. Gjithë jetën në fakt unë kam patur pozicione drejtuese, mendoj jo pa arsye. Mbaj mend që para 10 vitesh në një pozicion drejtues që mbaja para kësaj pune që unë bëj sot, i shkruajta vetes diku në një letër, fati ndihmon guximtarin dhe mendjen e përgatitur. Dhe kjo shprehje më shoqëron edhe sot dhe e kujtoj shumë shpesh, sepse jo rastësisht njerëzit janë aty ku janë. A jemi ne gati si vend për të bërë një tranzicion tani të shpejt dhe të plot drejt makinave elektrike, gjë që po e trumbeton e gjithë bota, edhe nuk e di në cilin vit është vendosur një ligj që nuk do të lejohen më makina të prodhuara në vitin X dhe do të lejohen vetëm makina elektrike. Po, në fakt është 2030 viti ku edhe ne kemi firmosur si vend për mospasjen pra më të makinave me djegje të brendshme, por vetëm në EV, pra makina elektrike. Në fakt, Shqipëria është më shumë përpara se rajoni, për sa i takon futjes së regjistrimit makinave elektrike, sipas të dhënave të DPSHTR-s, vetëm për 2024 janë 3127 makina të reja all electric të hyra në vend, që do thotë që diku ke 72.5% më shumë se njëjta periudhë e 2023-shit. Kjo tregon se kjo rritje është shumë e madhe dhe jam shumë e lumtur që ECA, pra Electric Cars Albania është përveç se pionere edhe kontribuese shumë e madhe e hyrjes së makinave të reja elektrike në vend, po fusim një kulturë të re në fakt që ndihmon jo vetëm ambientin, po na ndihmon të gjithëve ne xhepat tan duke kursyer shumë lek për sa i takon jo vetëm mirëmbajtjes, po edhe karburantit. Shmangim karburantin, marrim makina me rrym. Në 3127 makina INA, market share-i copa e kekut që ka kompania juaj, do të ishte pak a shumë si interval përqindje? Kompania jon ka një market share shumë të madh, sepse tashmë u bëm pra jemi të parët që jemi në makina vetëm elektrike, shitje në makina vetëm elektrike. Mendoj që kemi pjesë shumë të madhe të tregut nisur edhe nga klientët tanë. 2 koncesionare në Shqipëri nuk janë pak në fakt, edhe ne mundohemi që përveç pjesës së shitjes të ofrojmë edhe pas shitjen, dhe kjo është më e rëndësishme çfarë edhe klienti do. E bleu makinën, po tani ku do shkoj. Nëse ka një dritë në ekran, ku do përplaset. Nëse i duhet një pjesë për ta ndruar makinën, ku do shkoj. Pra është servisi dhe mirëmbajtja? Kemi dhe servisin dhe të gjithë mirëmbajtjen, e inxhinierët nga Kina janë çdo javë prezent tek ne, si online por edhe fizikisht, për të parë dhe për të diagnostifikuar çdo problem që makina mund të ketë. Keni juve politika shkëmbimi që unë e blej makinën tek ju mbas 3 vitesh shoh që është amortizuar e kthej dhe ju marrishisni të përdorur? Keni një seksion outlet makinash? Po, e kemi second handin për atë makinave elektrike, nëse ti do të ndrosh makinën dhe të marrësh një tjetër, shesim të parën dhe me diferencën pastaj merr të ren. 72% pothuajse rritja e shitjes së makinave elektrike në Shqipëri nga 2023 në 2024 tham bashk. Edhe gjatë para intervistës është një tregues shumë optimist ky. Pse njerëzit janë kaq të prirur sot? Do na thuash avantazhet e një blerë sikur merr një makinë elektrike, të lutem, dhe pyetja tjetër është, a ka shteti politika lehtësuese për ju si biznes bërës në këtë industri, me që juve në një kuptim ndihmoni ekologjinë, ju ndihmoni natyrën, dotja e ajrit lehtësohet, edhe ky është një nga problemet më të mëdhenj të ngrohjes globale sot në botë, dhe prandaj po promovohet kaq fort, edhe pse kemi në konflikt shumë të madh Europën, Amerikën dhe Kinën si fuqi prodhuese, sepse këtu automatikisht Kina del mbi të gjithë, sepse është lider në prodhimin e makinave elektrike, në mos gaboj apo jo. Po. Atëherë më lër të them për Kinën, me që e përmende, vetëm gjatë vitit 2024, lexova para se të vi këtu, ka eksportuar jashtë vendit 1.28 milion makina elektrike. Wow. Pra do të thotë diku ka 106.000 në muaj, gati 4.000 në ditë. Pra eksporti që Kina bën është befasues. Kjo na bën që të kemi një superfuqi partner, i cili jo vetëm i krijon dhe i prodhon, po edhe i eksporton në mënyrë shumë suksesshme. Shteti jon, atë do përmendja edhe pse Shqipëria është më përpara rajonit. Shteti jon ka hequr TVSH-n. Kjo është politika më lehtësuese që mund të bësh për makinat elektrike, 0 TVSH dhe 0 taksa regjistrimi. Kështu që kushdo që bën llogarinë e tij financiare për blerë një makinë me djegje të brendshme apo elektrike, që këtu e ka 20% më lirë. Ka makina elektrike që janë prodhim europian, ka makina elektrike që janë prodhim kinez. Konkurenca
ekziston këtu në Shqipëri. Cilat janë avantazhet e makinave elektrike të prodhuara në Kinë përtej çmimit që e di që është shumë i lirë? Makina është e njëjta, praktikisht është njësoj, vetëm koka e karikimit ndryshon, europiane dhe kinezja. Biles ne kemi edhe këto adaptorët si për fast charge, po edhe për karikues normal, që ti fut adaptorin e një karikuesi europian, makinën kineze dhe po vazhdon karikimi. Do me thënë nuk ka asgjë tjetër, mendoj që me çmimin kanë më shumë avantazh, pasi Kina ka prodhim të vazhdueshëm, nuk të duhet të presësh për të marrë makina elektrike, vetë ne mbajmë qindra makina në gjendje dhe nëse vjen për bën një porosi, Kina i ka gjendje, gjithmonë makinat, nuk është nevoja të bësh 2 apo 3 muaj pritje për të prodhuar fiks modelin që ti kërkon. Sa është maksimumi kohës së pritjes nëse nuk e keni ju gjendje në showroomin tuaj? Maksimumi kohës së pritjes është nga 40 në 50 ditë. Super, ë? Cili është modeli bestseller për juve? Bidi vogël. Bidi Cigall është shumë i famshëm në fakt, ne e kemi bërë të famshëm që në ditën që e sollëm, sepse ka dhe një çmim të përshtatshëm, që është 14.900 euro, dhe autonomin 405 km që për territorin e Shqipërisë është më së mjaftueshëm. Dhe për këtë më lër të t'jap një shembull konkret, pra të dikujt që mendon të kalojnë makinë elektrike apo jo. E marrin Bidi Cigallin për të mirën e llogarisë 15.000 euro. Sot ti vjen dhe e bën tëndin vetëm me 1.500 euro, pasi ne të mundsojmë dhe finansimin e leasing. Pra 10% makinës do ta paguash, pjesën tjetër ti e zgjedh nga 2 deri në 5 vite se sa ta paguash, po marrin për 5 vite. Për 5 vite ti do paguash vetëm 250 euro në muaj. Jam e sigurt që ky është një nivel shpenzimi karburanti, po them tani për momentin që po flasim për një familje shqiptare. Do me thënë, me çmimet e reja të naftës që janë rritur dhe po të bëjmë llogarinë e shpenzimit, do befasohesh se sa e ulët është energjia elektrike, që sa vjen e po ulet në fakt edhe sipas lajmeve të fundit që kemi dëgjuar. Na kushton karikimi i baterisë? Në pikat tuaja karikuese? Atëherë në pikat tona, sigurisht që energjia elektrike paguhet, ne pikat i kemi të në të gjithë Shqipërinë, kemi një map shumë të qartë që mos të lërë në rrugë në asnjë cep të Shqipërisë ku ti shkon, kështu që unë mund ta tregoj një screenshot të thjeshtë. Kjo është harta e pikave të karikimit në të gjithë Shqipërinë. Kjo është harta e karikimit të pikave në të gjithë Shqipërinë, nëpërmjet aplikacionit ton ECA, ti shkon dhe karikon për kohën, janë të gjithë fast charger. Këta flasim, po them për gjysore karikim maksimumi, ti ndërkohë mund ta shfrytëzosh të hash drejt, pish një kafe dhe makinën tënde e ketë super të karikuar. Po makina më e thjeshtë që unë marr, më bazike, deri në sa kilometra më mbulon nëse kam karikuar mirë? Gjatë gjithë natës për shembull? 405 km do të marri autonominë që makina bën. Me Bidi Cigallin besoj udhtohet shumë mirë në Tiranë dhe në qytetet afër, se kur thua 450 km, kam përshtypjen që rrezja e mbulimit është më e vogël. Pastaj keni makina që mbajnë më shumë bateritë dhe mund të shkojnë deri në Vlorë, deri në Sarandë. Ose duhet bësh një dalesë mes rrugës, pin një kafe, karikon gjysmore dhe i lumtur vazhdon rrugën. Ose në kthim në Tiranë ti e bën këtë pjesën e karikimit. Janë të shpejta mjaftueshëm deri sa kilometra në orë? Patjetër, janë gati deri në 200 km/h, i kanë të gjitha makinat. Karikimi mund të bëhet edhe në shtëpi, në të gjitha rastet ne japim brenda në çmim karikuesin, i cili montohet në garazh, montohet në shtëpi private, kudo që ti ke mundësi për të patur rrym, dhe në rast se do marrim shpenzimin, pra sa kushton për ta karikuar Bidi Cigallin, me një bateri që ajo ka 38 kW, ti do ta karikosh gjithmonë kur shkon në 20% ose në 10%, nuk e do e karikosh kur shkosh në 0%, ti me 300 lekë që duket qesharake, ke karikuar makinën tënde dhe do bësh 405 km. 300 lekë të reja apo të vjetra? 300 lekë të reja, pra 3000 lekë të vjetra. Me 3000 lekë do bësh 405 km. Për një njerëz që bën mesatarisht në javë rreth 60 km, kjo është fantastike. Le të bëjmë pra një sistem krahasimi. Nëse unë me makinë elektrike kam të mbuluar 400 km me 3000 lekë të vjetra vetëm, e karikoj 3000 lekë dhe kam 400 km në dispozicion, me karburant do t'i binte diku tek 70.000 lekë të vjetra. Fantastike është, shërkursimi është super eficient. Do me thënë, 3.000 lekë versus 70.000 lekë bëje vetë llogarinë. Ose ajo që thash më parë, 250 euro kësti i kredis, është pikërisht karburanti që ti ke shmangur dhe ti ke harxuar, po ke një makinë të re sot, e cila përveç se është ekologjike dhe ndihmon shumë në mjedis, të ndihmon edhe ty për të kurryer ato para që ti do t'i hidhje karburant. Tani, nëse unë do isha një blerëse konkrete
të krijojmë një situatë konkrete shitjeje blerje këtu midis palësh, do vi të takoj ty si përfaqësuese kryesore, edhe do të pyes se cila është zgjidhja më e mirë për makinat e kompanisë, mjeti me cilin duhet lëvizin kolegët e stafit, dhe cila është makinë e mirë për kënaqësinë time, që ti do më sugjeroje. Mua më pëlqejnë shumë furistradat, makinat e larta, se nuk jam shumë e kujdesshme, edhe kam një orientim skandaloz. Jam një shofere shumë e kujdesshme, po orientimin e kam, nuk e di, në kënd e majtas djathtas, nuk orientohem mirë dhe kam zakon kështu që gërvisht nga pak, kap nga pak bjonde. Tamam, në timon jam bjonde. Shiko, me makinat elektrike është shumë e thjeshtë, pasi të gjitha ato veçoritë që kanë kamera 360 grad, ajo pjesa që ti ndalon në rast se shef një komsor, pjesa e autoparkimit, e kanë dhe autoparkimin, pra ti vetëm rri dhe makina vet parkon. Çfarë thua Oina, mos ma thuaj, po kishe kam fiks për mua, se unë makinën e bëra cop. E bleva të re dhe e kam bërë cop, e kapet si flos në të majt, në të djath, pak në fillim, pak në fund. Kam një orientim problematik, domethënë eci me shumë kujdes, nuk e kam qef shpejtësinë, duhet ta kem në kontroll mjetin, por parkoj dhe nuk e di her pas here kështu. E fërkoj makinën. Me makinat elektrike shiko, duke qenë se ato kanë vetëm baterinë. Kjo është themeli i makinës elektrike. Kinezët kanë bërë çdo gjë tjetër teknologjike. Po si është inteligjenca artificiale tani na mat distancat siç duhet? Patjetër që i mat distancat, mat njeriu, mat makinën tjetër, ka sensor në çdo cep të makinës. Po muzikën si e kanë Oina, fantastike, audio, sistemi audio, se unë ka kënaqësi më të mëdha në makinë kam të dëgjoj muzikë. Domethënë ndonjëherë kur jam me lodër di ç'bëj. E bëj autostradën Tiranë-Durrës ose Tiranë-Elbasan vetëm për të dëgjuar muzikë, vajtja erdhi. E kam si moment reflektimi. Edhe aty audio është perfeksion, është si studio me akustik të mrekullueshme dhe ndriçimi. Sa ai dizajni shumë që e ndihmon, edhe ke kështu si ambient lighti. Domethënë na kthehet makina në një wellness and spa për trurin, se truri ka nevojë më shumë se trupi ndonjëherë për relaks. Po në fakt makinat elektrike akustikën këtë kanë pikë shumë të fortë, pasi ti je brenda një makine elektrike dhe të gjitha ato që vijnë nga nafta ose nga benzina thotë çfarë qetësie. Dhe e bukur është që na ka ndodhur me meshkuj që vinë të zgjedhin makinë elektrike për gruan e tyre dhe vinë përfundojnë e mbajnë vet atë makinën dhe vinë marrin tjetër për gruan, sepse po hypen makinë elektrike do mbetesh aty. Akustika, fonia, gjithë ai komoditeti, ajo ulsja, poltroni, ajo ngarja e makinës shumë e qetë në rrugë, të gjitha këto të befasojnë dhe të bën që të hypësh, të duash të hypësh prapë, pra të mos të dëgjosh zhurmë motori apo zhurmat për jashtë, po të futesh në atë botën elektrike dhe të jesh i qetë aty. Dhe gratë faktikisht janë ato që ja bëjnë zgjedhjen finale burrit, pra në mëngjes burri vjen në shef makinë elektrike, mbasdite nëse vjen me gruan, atëherë është gruaja që vendos se çfarë tipologjie makine ata zgjedhin dhe ndodh në, po them, në 90% të rasteve që e përfundojnë nga blerja për gruan në vet, e mbajnë vet makinën. Ky quhet egoizëm. Egoizëm. Jo, nuk është egoizëm. Nuk është. Është të duash më të mirën në fakt, kjo. Bëj shaka. Tani jam unë blersja. Kryejm situatën e blerjes. Tani me blersen alketën. Çfarë do sugjeroja unë? Dua unë gjithë eksperiencën e blerjes shitjes tek juve. Si funksionon me një klient pyetësori që i bëni derisa i jepni pastaj gjithë ekspozën e makinave që keni të disponueshme. Atëherë Alketa, aty do të pyesim një herë sa kilometra bën në ditë, a del jashtë Tiranë shpesh, sa kilometra të duhet të bësh, pra të duhet të bësh më shumë se sa ajo që bën, sa veta jeni në familje, puna që ti bën, pra që të përshtasim edhe me mjetin e me çdo gjë tjetër. Unë duke të njohur ty, do sugjeroja Avatar 12. Ne kemi shumë brende në fakt. Ti thua më pëlqen SUV, po unë jam për Avatar 12, është makinë futuristike, është makinë e cila nuk ka pasqyra për kamera, për të parë, po ka kamera. Ka 2 kamera të vogla që ti shikon gjithkohës dhe ajo të mat ka sensor dhe të mat çdo gjë rrugën dhe ti brenda ke kamerat në të cilat zëvendësojnë pasqyrat. Po ka edhe brende shumë të mira që ne shesim, siç është Audi, për shembull që 4 e tron, që 5 e tron, shesim Volkswagen e cila ka të gjithë kategoritë nga ID3, ID4, ID6, ID7 e me radhë. Çmimet duam të dimë, ne jemi të interesuar dhe për çmimet, pastaj për modele do vim në showroom dhe do na tregoni të gjitha fotografitë dhe PDF-et dhe gjithë fletpalosit digjitale që keni për secilin model. Në fakt të gjitha modelet janë të pranishme në showroom. Çmimi më i ulët, ta thash, fillon ke 14900, që është Bit Sigal. Ka modele të ndryshme, kategori të ndryshme të gjitha makinave që ofrojmë. Më i larti, nëse ti më thua, është diku ke 80.000 euro, pra çmimi më i lartë që ofrojmë.
Kina ka mundësira deri në 1 milion euro bërje porosish makina. Do të thënë ka çmime të çmendura dhe vërtet modele shumë të bukura. Modelet që ne zgjedhim mundohemi të jenë edhe ekonomike, edhe t'ia përshtasim çdo familje me një buxhet caktuar. Pra pyetja kryesore e një klienti që i bëhet një klient është sa buxhet ke për të shpenzuar për një makinë elektrike. Kjo është kryesorja, më pas ne të përshtasim makinën tënde. Po detajet që shumë të apasionuar mbas makinave i duan custom made, ato do të presin pak më tepër apo? Në rast se do të bësh një porosi custom made sipas dëshirës tënde, pra me një interior po themi të bardhë, me një qepje tjetër, e gjitha me radhë, bëhet porosia shumë e shpejtë, 2 deri në 3 javë fabrika e prodhon dhe më pas është vetëm rruga që bën për të ardhur në Shqipëri. Është shumë e shpejtë. Wow, amazing. Është shumë e shpejtë. Kina punon shumë shpejt. Kina punon 24 orë. Unë punoj me Kinën shumë herë për produkte të dekorit edhe janë fantastik, nuk e di, shitësat më të mirë në botë, 24 orë, edhe kur të gjumë natën ti mund t'i shkruash dhe ata përgjigjen më njëherë. Hi mem. Domethënë kultura e punës aty, e ke parë një video ti virale të jashtëzakonshme të një goce që të një vajze e cila nuk e di sa produkte shiste brenda 1 minuti, që kalonte dhe i kushtonte vetëm 3 sekonda çdo produkti dhe i kalonte kështu njërin pas tjetrës. Filxhan kafeje me 1 2 3 karakteristika, PC me 1 2 3 karakteristika, 1 2 3 tipare për këtë produkti tjetër, mikrofon me 1 2 3 gjëra. Dhe ajo në 60 sekonda nuk e di sa produkte shiste dhe u bë virale se nuk e di sa shitje bënte. Ishte një alket shumë e shpejtë në mënyrën e të folurit, po ishte edhe një bankomat shumë i mirë. Cila është oferta juaj e parezistueshme që quhet irresistible offer, që klienti të vitet t'ju zgjidhë ju në një treg me shumë operator? Këta është e vërtet që ka shumë koncesionar apo rishitës makinash, të cilët ofrojnë makina elektrike sot. Por unë e them me bindje që çmimi është kryesorja. Çmimi që ne ofrojmë, pra e them pa diskutim, në ECA, në Electric Cars Albania është më i ulti, më i miri, më ekonomiku. Ne shesim, kjo vjen për arsye se shesim shumë makina elektrike, mbajmë me qindra makina në gjendje, që do të thotë në çfarë do lloj momenti që vjen, ke një makinë elektrike që po pret. Nuk është nevoja të bësh porosi dhe të presësh me muaj të tërë për të pasur makinën tënde. Pik avantazh tjetër janë karikusit. Përveç karikusit që ti merr me vete në shtëpi, ke karikus në gjithë Shqipërinë, që ti e parapaguan dhe i ke kilovatët kudo që ti shkon, në çfarëdo lloj qyteti të Shqipërisë. Garancia e makinës, 3 vite makina dhe 8 vite bateria, shoqëruar kjo dhe me një servis të certifikuar, të cilët sjellim inxhinierët nga Kina çdo javë ose lidhemi online. Kjo na bën ne që të dalim dhe të themi që makinat tona kanë garanci të plotë sepse kemi një superfuqi të madhe e cila është në prapavijen tonë dhe na siguron ta bëjmë këtë gjë. Atëherë, të gjitha këto makina që ne ofrojmë, i kemi në 2 showroom-et tona këtu në Tiranë. Njëra është në kthim nga Tegu për në Tiranë dhe tjetra është përballë me QT-un në Rrugë Dytësore, por ajo që unë dua të them këtu në këtë podcast tëndin, është që jemi gati edhe për Prishtinën. Kemi një koncesionar në Prishtinë, në Kosovë, të cilin për shumë pak ditë ne e hapim, e çelim dhe të gjithë klientëve tanë të Kosovës, ju them që ju mirpresim atje për të gjitha modelet që ne ofrojmë dhe për çmimet më të mira sigurisht. Ju jeni të parët që keni sjell makinat elektrike në Shqipëri? Kompania e parë? Ne jemi kompania e parë all electric, pra 100% elektrike. Të jesh i parë, është avantazh në fakt? Mendoj që po. Kur i bën gjërat mirë, sidomos. First one gets the oyster, the second one gets the shell. Është një shprehje. Në fakt nuk duhet të jetë kaq egoiste gjëja, por mendoj që vërtet të qenurit i parë është më tepër avantazh se sa disadvantazh. Business to business, cila është shitja më e madhe që keni bërë për një kompani? Sa njësi automjetesh elektrike, sa kanë kërkuar? Në fakt business to business kemi shumë kontrata. Me sa mbajmë unë tani kohët e fundit, 50 makina, 50 automjete elektrike ka qenë shitja më e fundit, po ka shumë kompani të cilët tani kanë filluar të ndrojnë makinat, fillojnë me 2-3, fillojnë me 10 dhe më pas vazhdojnë me të gjithë ndrimin e flotës, pra bëjnë një farë prove. Për gjitha këto kompani ne ofrojmë edhe karikuesin e makinave, në mënyrë që flotat mos humbi kohë për shembull në shpërndarje nëpër Tiranë, të karikohet për 20 minuta dhe të dali, dhe më pas të karikohet po ditën tjetër. Të del gjumi natën tyna me kaq ngarkesë dhe punë që ke? Se taksit janë 24 orë në punë. Ndërkohë me Kinën në anën tjetër të globit oraret janë ndryshe. Po. Modele Alketa, unë në fakt kam një vajzë të vogël, të cilën e ushqej me gji akoma, edhe ajo zakonisht ka një zim nga ora 4-5 e mëngjesit, dhe mbasi ajo zgjohet, unë shoh që partnerët tanë në Kinë na kanë shkruar dhe unë vazhdoj ditën aty, kështu si natyrshëm, po vazhdoj ditën realisht dhe e mbaroj në 12 të ditës, pra në 12 të natës,
Dhe kështu vazhdon edhe dita tjetër e ngarkuar me problematikat. 3 fëmijë, Bato, Odi dhe Gaja. Gaja shyrja fundit në familjen tuaj, bebe sa muajshe? Gaja është 14 muajshe edhe është qershia mbi tort. Do me thënë nuk ma kishte marrë mendja që Zoti do na bekonte me një gocë, duke patur 2 çunat, edhe kisha menduar jetën time si mam çunash, edhe ashtu ndihem akoma faktikisht mam çunash, po goca na ka dhënë paqe. Na ka dhënë një lloj drite në shtëpi, një lloj paqe në familje, të cilën nuk e dija që mund ta arrinte një bebe vogël. Shikoj, Ina, kam një ide sot që njerëzit nuk blenë më vetëm produktin apo shërbimin, por duke qenë shumë të informuar edhe për shkak të teknologjisë, që në këtë rast është e dobishme për njerëz që dinë të përzjedhin informacionin. Njeriu sot blen historinë pas personazhit që e ka ndërtuar një kompani apo ka një vizion. Edhe the story behind the character është ajo që vlen më tepër. Më pëlqeu shumë kur më thej që ne jetojmë në periferitë të Tiranës, se kemi shumë të rëndësishëm kontaktin e fëmijëve me natyrën, kontaktin ton me ajrin e pastër. Na pëlqen që çdo ditë shohim një mal bosh të pandërtuar, edhe pse bëjmë disa kilometra më shumë për të ardhur e për të shkuar në punë, dhe mbi gjitha që fëmijët rriten afër tokës të lirë. Dhe me vazhdimin e asaj që juve vërtet keni shërbime taksie, po i keni elektrike makina, dëshisni makina elektrike, them që i keni bërë një shërbim shumë të mirë misionit social që duhet çdo kompani të ketë. Në fakt Alketa e përmende shumë bukur edhe e ndërtove shumë mirë gjën, sepse vërtet ne e besojmë atë që bëjmë. Ne kemi zgjedhur periferinë, kemi zgjedhur të jetojmë në një shtëpi druri, e cila ndodhet shumë pak minuta larg Tiranës, por kemi ndërtuar të gjithë gjën për të lënë fëmijët shumë të lirë, për të lënë fëmijët në kontakt me natyrën, për të patur dhe ata një fëmijëri të ngjashme me tonën, ku fëmijët dalin dhe zbathur nga shtëpia, kanë lojë të preferuar të gërmojnë atë dheun edhe të lozin mbas edhe me krimba, po edhe të fusin nëpër kavanoz, po edhe të bëjnë eksperimentet e tyre me natyrën. Edhe jam shumë e lumtur që po kalojnë këtë fëmijëri, pa çka se kjo na largon pak nga jeta sociale, po themi, e Tiranës së zhurmës. Mendoj që edhe një jetë tjetër po ta kisha dhe po të duaj të zgjidhja, këto zgjidhja gjithmonë periferinë, për të gjithë atë të mirën e ajrit, më shumë më pak të ndotur që ofron, edhe pjesës së lirisë që na jep si neve edhe fëmijëve që del nga makina dhe vë këmbët mbi bar dhe vazhdon jetën e qetë në këtë që po thoje në një pamje e cila nuk të kufizon. E vërteta është që shtëpia ekologjike, ashtu siç edhe makinat ekologjike, lidhen me njëra tjetrën dhe jo pa arsye jemi këtu, pra ne vërtet e besojmë këtë gjë që bëjmë. Jetoni në një shtëpi druri apo jo juve? Jetoj në një shtëpi druri, po. Si është jetosh në një shtëpi druri? Është pak si prallë, ëh? Është shumë bukur, nuk ka asnjë çik lagështir, është shumë e bukur edhe në dukje, po edhe në ngrohtësinë që ajo të jep. Dhe janë shumë ekonomike shtëpitë e drurit. Po, janë shumë të mirë. Eficiente. Juve e keni jetën eficiente. Eficiente, po edhe aty e karikoj makinën, kështu që është shumë bukur në fakt jeta në fshat. Edhe fëmijët ke parasysh mamat kur bie një moll në tokë edhe mos e ha ose prita laj përpara se pastaj do duhet ta mos ka pesticide gjitha. Edhe këtu jemi munduar të rrisim vetë, të bëjmë disa gjëra vetë, disa pemë, disa fruta, që djali kur shkon e merr atë mollën e han ashtu siç është, edhe jeta është duket më e bukur kështu, më e thjeshtë. Ti më the që ke 3 fëmijë dhe preferon që kohën ta kalosh vetë me ta mbas shkolle, ti marrësh, ti çosh, ti bësh mëngjesin, ti presësh me një kek të vogël kur vi nga shkolla, të zgjedhësh që mbas një orari ta mbyllësh punën edhe ti përkushtohesh 100% atyre pa nevojën e një babysitter domosdoshmërisht. Ke dikë që të ndihmon, po nuk e ke domosdoshmëri edhe ja del. Si ja del? Si organizoni jetën duke qenë kështu në linjën e parë të biznesit? Atëherë Alketa, edhe në takimin ton që ne patëm, të thash që familjen e kam kryesore, fëmijët janë në qendër të gjithë ditës time. Kështu që unë me të vërtet kam ndihmë edhe nga familjarët, por më pëlqen që shumë nga gjërat i bëj vetë, të jem prezente totalisht në jetën e tyre. Kështu që kam zgjedhur edhe ti marr dhe ti çoj në shkollë dhe të rri me ta gjithë mbasditën dhe faktikisht punën time unë e mbyll shumë shpejt. Mendoj që njeriu është më eficient të punoj pak orë sesa të punoj shumë orë dhe të shpërndahet në gjithë gjën që bën. Pak orë, më shumë eficient. Gjeni, çfarë do thoshte për këtë intervistë? Si mendon, si do ta komentoj? Është krenar shumë ai për ty për çfarë ka arritur ti? Në fakt, ai më shtyu që të vi këtu, të them të vërtetën. Vërtet, ë? Bravo Gjeni. Ai më shtyu që të vi këtu. Kishte dëgjuar ai për podcastin Inspire? Patjetër. Më pëlqen mua shumë kur një çift e shohin raportin e tyre si një skuadër. Do luajmë bashkë për të mbritur një rezultat bashkë. Shumë njerëz zgjedhin që të rriten
të ndarë nga njëri tjetri brenda raportit. Dhe kjo mund të bëjë sens, po ata që ja dalin që të shkojnë mirë në punë, të shkojnë mirë dhe në jetë, të kenë një qëllim të përbashkët dhe të kenë më shumë kënaqësi dhe përfitime se sa mërzitje dhe luftra dhe shqetësime, ata pastaj e kanë 100 pikë raportin, mendoj unë. Dhe ju jeni një nga këta çifte që gjithçka e bëni bashkë, përfshirë edhe ato seancën e palestrës që bëni në mëngjes para se të dilni nga shtëpia. Po mundohemi në fakt që për të mos thënë 5 herë çdo javë, të paktën 2 deri në 3 herë ja nisim ditën me CrossFit, edhe më pas vazhdojmë me punën intensive, në punë jemi bashkë, sigurisht në role të ndara, dhe pastaj darka na mbyll po bashkë në shtëpi. Bashkë i bëjmë ushqime të fëmijëve, bashkë i vëmë në gjumë, bashkë i lajmë, kupton, në shkon e gjitha zinxhir. Jemi bashkë në shumë procese. Dhe me që më pyet më përpara, pra pse Gjeni të ka motivuar, patjetër që më ka motivuar, po mendoj që bashkëshorti im ka lënë një rol kyç në të dyja kompanitë dhe duke dashur ta lartësosh gruan tënde, pra njeriu që ti ke në krah, tregon shumë për njeriu që ti je. Pra ai është njeri jashtëzakonshëm, njeri që do të mirën e përbashkët dhe të dy bashk zinxhir shkojnë dhe rregullojnë bashk edhe jetën, po edhe punën, edhe familjen e balansojnë. Është fantastike që ju ka funksionuar 360 gradë raporti dhe për këtë dua t'japësh nga përvoja jote një aksion, kështu jete. Si funksionon kaq bukur kur njerëzit janë bashkë? Se shumë njerëz janë të ndarë duke qenë bashkë në shtëpi, por they just grow apart, pra rriten në rrugë të ndara nga njëri tjetri, edhe për shkak rrethanash, për shkak pasionesh, dhe kjo ndonjëherë ndan edhe në jetë, sepse jetët e tyre janë shumë ndryshe dhe nuk kanë një pikë të përbashkët ku takohen. Kjo juaja duket sikur është shumë perfekte, shumë ideale. Shiko, nuk ka qenë gjithmonë kështu, se në fillim kur mbesoj atë pozicionin kyç në merr taksi, më ka lënë të rri 3 muaj vetëm në kompani, po vetëm fare. Edhe më desh ta mësoja punën nga financierët dhe nga stafi, nga administrata, nuk e dija fare nga t'ja nisja. Dhe më tha tani dilja, dhe bile se kur shkoj në shtëpi që e pyesja, shiko se po lej nam tek stafi se shumë gjëra nuk i di. Më thoshte vazhdo, unë nuk dua të diskutoj muhabete pune këtu në shtëpi, vazhdo dilja. Hidhu në detën ato. Sepse vërtet e bëri këtë gjë për të patur edhe unë mënyrën time të menaxhimit, pra sistemin tim ta ngrija, ta ndërtoja. Për mua ka bërë gjën e dur, sepse edhe vetë mësova, edhe vetja dola, edhe unë ndjeva e vetë realizuar. Kështu që nga ai moment më pas mbas 3 muajsh ai erdhi në kompani dhe gjëja kishte marrë formën e vet sipas mënyrës time të menaxhimit. Ndërkohë që nuk është e vështirë Elketa, në fakt, nuk është shumë e vështirë që të punosh bashkë, po do balancën e vet, do kohën e vet. E mira është që puna të mos merret në shtëpi. Pra hallet e punës mos të futen në shtëpi dhe të mbeten aty. Duke qenë se ky podcast quhet Inspire dhe shumë njerëz që mund të na dëgjojnë mund të inspirohen, unë do doja të përmend 2 shprehje të një filozofi gjerman që i kam lexuar para pak ditësh. E para është suksesi nuk është çelësi i lumturisë. Lumturia është çelësi i suksesit. Dhe është shumë e vërtet. Njerëz që janë të përmbushur nga ana sentimentale, nga jeta, nga ata që nga ajo që po jetojnë, mendoj që janë më të prirur të jenë të suksesshëm në jetë dhe kjo vlen edhe për rastin tim. Pra jeta në çift, familja, të gjithë përmbushja që un kam më bëjnë që të kërkoj vetëm suksese. Dhe e dyta është lumturia shumë fishohet në rast se ti e përhap atë. Shumë e bukur. Shiko, është një formulë që quhet 4E ndërtuar nga psikolog, të cilët thonë janë 4 variabla që bëjnë jetën në çift jetë e suksesshme. Do të pyes për të 4 këto entertainment, argëtimi. Çfarë bën ju për të argëtuar? Udhtoni shumë bashk për shembull? Ne udhtojmë bashk. Kjo është një nga gjërat që unë dua të bëj më shumë. Udhtojmë kryesisht bashk me fëmijët. Unë fëmijët i marr në çdo vend Alketa. Cili është udhëtimi më i bukur jetës tuaj? Ose një udhtim shumë i bukur që do doja ta bëja në jetë? Një udhtim shumë i bukur që do doja ta bëja, në fakt lidhet me detin. Do doja që të vizitonim disa brigje në Mesdhe me një varg me fëmijët për të parë eksperiencën pra jo të rrugës dhe të ndalesës në qytete ndryshme, po të brigjeve. Këtë e kam me shumë qef. Nuk e di, do ta realizojmë një ditë mbase. Ja, do kemi class boats në dispozicion këtë verë, duke filluar nga kjo verë, kështu që mundet ju na jepni makinat elektrike, ne ju japim vargat. Okay? Mbase të kam parë dhe ty Alketa që na ke manifestuar ti këtë gjë dhe ta ke them mund tani. Unë jam si ty, kështu njeri orientuar drejt jetës ekologjike, të ruajmë planetin, më pëlqen shumë
shumë varka, po më pëlqejnë shumë velierat, varkat me vela që nuk e dëmtojnë florën dhe faunën detare. Kam një respekt shumë për detin sepse lumturia që marr është e jashtëzakonshme sa më kthen ai det. Domethënë më duket shumë gati kriminale që ato jatë luksoze të jashtëzakonshme që garantojnë komfort për një pakicë shumë të vogël njerëzish, për një minorancë shkatrojnë kënaqësinë e shumë të tjerëve që e duan detin dhe pa varg, për shembull. Po sailing boatset janë një pasion i jashtëzakonshëm për mua, për shembull. Dhe ju që s'keni sjell makina elektrike keni respektin tim, jo se bëni këtë biznes, po sepse ndihmoni ekosistemin, ndihmoni planetin që të jetë më mirë dhe lehtësoni jetën e njerëzve duke i dhënë komfort. Eja e dytë, experience. Një përvojë që mund të jetë përvojë emocionale, po mund të jetë edhe përvojë, nuk e di, një njeri i jashtëzakonshëm që ju ka ndryshuar juve mënyrën e menduarit si çift, një partner biznesi, një eksperiencë kulinarie. Në fakt kur më përmend experience, më vjen mendje gjëra që më kanë ndikuar ose më kanë shënjuar në jetë edhe që unë i mbaj mend. Dhe do përmend celebrimin ton, në fakt, emocionin dhe eksperiencën që kam ndier aty, nuk do ta harroj kurrë. Nuk e di pse, ishim në shtëpinë tonë, ishim me njerëzit tanë, me shumë pak njerëz, me rreth 50 vet, dhe ishte pikërisht motra e bashortit tim ajo që na njohu, ajo që edhe na celebroi bashkë me miqtë tanë si shoqërues, po ajo eksperiencë, ajo magjia e asaj dite për mua zor se largohet ndonjëherë nga mendja. Ishte një këngë e Indilës në sfond dhe unë që hyja e veshur si nuse e shoqëruar me mamin për dorë. Dhe atë moment unë e kam të rënjosur në memorien time dhe një nga eksperiencat më të bukura në jetë. Unë kam bërë edhe 3 fëmijë dhe po ajo lindja e fëmijës është një çik edhe friksuese, është edhe një çik ta shoh si është, nuk mund të jetë 100% aq delikate dhe e bukur dhe si ajo foto që dele, kupton? Kurse momenti që unë jam celebruar me njeriu që dua më shumë në këtë botë, ka qenë gjëja më e bukur që unë kam përjetuar, pra një eksperiencë shumë e bukur. Eja e tretë është education, që dy njerëz të funksionojnë në një raport, ata duhet të kenë një nivel edukimi, të njëjtin nivel, dijesh, njohurie, pavarësisht se mund të kenë shkollim dhe formim të ndryshëm akademik. Po duhet të jenë njerëz në të njëjtin edukim. Shikone, jo vetëm në të njëjtin edukim, po të kenë edhe të njëjtat pasione që kanë lidhje me dijen, për shembull të pëlqejnë leximin, të pëlqejnë psikologjia thot që një tjetër e rëndësishme është eja e edukimit, në sensin që duhet të kenë të njëjtin interes për dije, të njëjtin respekt për institucionin e shkollës, të mësuesit, që duhet lexojnë libra, që duhet marrin pjesë në trajnime të përbashkëta, të shohin të njëjtat filma, të pëlqejnë të njëjtën muzikë, çifte që e kanë këtë sinergji, kanë gjasa që të funksionojnë më mirë në afatgjat. Në fakt neve mbasi vëm fëmijët në gjumë, pyetja e darkës është çfarë do shohim. Pavarësisht se leximin e kemi lënë pak më mbrapa duke qenë të impenjuar me të 3 fëmijët, ajo që ne shohim çdo natë kujdesemi që të jetë shumë produktive, që të na shërbejë, qoftë një podcast, apo qoftë një film, apo qoftë edhe një diçka, një dokumentar i lidhur me natyrën, me shkencën, apo qoftë edhe me profesionin, me atë gjën që ne bëjmë për si po ndryshon industria e makinave elektrike. Në të gjitha mundohemi dhe jemi bashkë për ta parë ose për të hulumtuar, sepse edukimi është një nga gjërat më themelore, kërkimi dhe edukimi pa ndalim është një nga gjërat që duhet ta bëjë çdo kush. Pra ne nuk jemi të ditur dhe nuk duam më të dimë. Do të thënë etja për dije duhet të jetë prezente për ditë. Por kam dhe e në fundit që është engagement. Pra të transformosh ose të krijosh diçka të përbashkët me partnerin. Besoj që këto dy biznese që keni janë dy bebe të tjera që juve keni krijuar. Që na lidh më shumë me realitetin në fakt, sepse përveç atyre që ne duam, aspirojmë të bëjmë, se kemi edhe ne ëndra në sirtar, dhe gjërat që kemi bërë, kemi nisur të dy, jemi engaged të dy, jemi marrë të dy, që nga fillimi, që nga gjetja e ambientit deri tek çfarë do vëmë brenda, arkitekti, zgjedhja, edhe muzika që vihet në showroom, nuk është kot, është e mirë menduar. Ju të dy kur i edukoni fëmijët, se të gjithë kanë ritualet e tyre të edukimit, përveç stilit të jetës në raport me atë që ju thoni, ke diçka shumë të rëndësishme që ty ta kanë mësuar nëna dhe babai dhe ti do t'ja përçosh atyre sot? Fëmijët nuk marrin mesazhe të mirëfillta të tipit ta thash, do ta mbash mend. Fëmijët vetëm shikojnë, bëhen versioni jot, po them, më i vogël. Pra prindërimi me model është ajo që ndodh realisht, domethënë çfarë ti thua, si ti vepron, si ti sillesh në situata të ndryshme, ai atë shikon. Unë për vete tek djali i madh sigurisht e gjej shumë veten.
më ndodh që e shoh dhe them, "Ua, ky bëri si unë fiks." Domethënë, është shumë e çuditshme kjo që ndodh, pa ish bëhet si unë se mua më ka shembull. Për shembull, moment që i marr një gjë interesante që po e përmend, moment që i marr nga shkolla, nuk i pyes si e kaluat ditën. E disa bezdisen ato nga kjo pyetje, ç'a hëngrët, si e kaluat ditën, është kështu, më erdhi prap kjo pyetje. Unë i tregoj për ditën time, realisht ndodh që i them, isha sot, takova filanin, bëm këtë negociatën, ndodhi kjo, morëm sa makina të reja, tek merr taksi tregoj 2-3 gjëra të vogla, dhe automatikisht ato më tregojnë për ditën e vet. Domethënë ndodh shumë natyrshëm kjo gjë, dhe këtë kam lexuar në një psikolog, nuk e kam bërë vetë nga mendja ime. Ndodh që ato më thonë, ne patëm pata këtë konflikt me shokun, pata këtë mësim, kam lënë diçka pa bër, do ta bëjmë në shtëpi, dhe kur ti bërtas apo ti paragjykoj, sepse në atë mënyrë ato nuk do më tregojnë më asgjë. Pra është vetëm bashkëbisedim. Je supersticioze, Ina? Jo, Alketa, s'jam fare. Unë ta thash edhe kur u takuam që nuk kam fare frikë as nga fotot, as nga të dukurit i madh, as nga të dukurit i suksesshëm, dhe mendoj mendoj vërtet që energjinë që unë kam, pra energjinë time e të çoj tek tjerët ashtu siç edhe nuk thith energji të keqe. Unë e zgjedh vetë energjinë që dua të tërheq. Më kupton? Nuk mendoj vërtet te ky ligj i natyrës, po themi, që njeriu thith vetë energjinë që dëshiron. Kështu që nuk jam supersticioze dhe nuk mendoj që do jem, deri më tani nuk kam qenë. Do më thuash, nëse do kisha mundësi të vendose një ligj universal në botë, hipotetikisht, cili do të ishte ai ligj për ta bërë këtë vend ku ne jemi të përkohshëm një vend më të mirë? Një ligj, po. E di me qa do ta lidh unë këtë, Alketa, do ta lidh me empatin. Do të vija një ligj për empatin. Shumë nga luftra që ndodhin, shumë nga mosmarrveshjet, konfliktet, debatet, ndodhin se ne nuk jemi empatik. Ne si popull kryesisht nuk kemi empati. Empatia që do të thotë të vihesh në këpucët e tjetrit që ti ke përballë, të bën njëri të jashtëzakonshëm, të bën njëri me ndjenja, të bën njëri njerëzit janë gjithë të thyeshëm, po të bëj njëri të marrësh vendime më të mira, të bëj njëri të madh, kështu që do doja që nëse unë do kisha këtë superfuqi të vendosja një ligj, ta vija tamam si lëndë shkolle, Alketa, siç bëjmë matematikën, siç bëjmë gjuhën, të bëjmë edhe çfarë do të thotë të jesh empatik, sepse po të ishin empatik që ke fëmijët nuk do ziheshin më me njëri tjetrin, se do kuptonin më mirë njëri tjetrin, aq më tepër pastaj tek të rriturit, që do kalonim në disa marrje vendimesh më elokuente, më të mira, më njerëzore. Pra ta vesh veten çfarë ndjenjesh ka ai tjetri, pse po sillet në këtë mënyrë, çfarë rrethanash e bën që të vi këtu ku është, si është rritur, me kë jeton, çfarë gjendje ekonomike ka. Të gjitha këto të bëjnë që të marrësh vendime më të mira dhe të bëjnë ty njerit më të mirë, po, patjetër. Faleminderit shumë që ishe sot në Inspire. Unë jam kënaqur shumë dhe kënaqem çdo ditë kur takoj vajza frymëzuese si ti, që e kanë panoramën e jetës jo të ngushtë, vetëm kaq, biznes, para, shitje, blerje. Po kur shohin gjithë big picture-in, gjithë tablon e madhe të jetës ku bëjmë pjesë patjetër fëmijët edhe njeriu me cilin i sjell këta fëmijë apo prindrit që na sollën këtë jetë apo motra vllajt, ata pak miq që ja vlen ti kesh afër. Kështu që të uroj një jetë të kompletuar gjithmonë, ta kesh si diell me dritë ose si hënë të plot. Shumë faleminderit, Alketa, unë gëzohem në fakt që isha pjesë e këtij podcasti dhe kjo është gjëja e fundit që dua të përmend. E di pse se kjo podcast do jetë në YouTube gjatë, do jetë për gjithmonë. Nuk do humb, edhe e di që një ditë 3 fëmijët e mi do ta shohin podcastin dhe do kuptojnë që kam patur 2 prindër, të cilët janë munduar për ditë për të ngritur atë që kanë kaluar strese të forta çdo ditë, ama kanë rritur 3 njerëz shumë të mirë, të cilët ne dita ditës aspirojmë që t'i bëjmë edhe më të mirë dhe t'japim maksimumin e tyre dhe të kenë një shembull perfekt.